Sa po kisha fillu punë, domethënë ishi viti para i dytë dhe punoja në një fshat të Durrësit dhe më lindi një nënë. Shiko, sa e para për vështirësinë ekonomike, sa do të vështirë atje në kushtet ekonomike nuk krahasohen dot me vitet e 90. Vitet 90 ka qenë një tmerr në ekonomitë familjare shqiptare. Dhe unë tamam në atë periudhë një nënë lindi 2 binjak prematur, se prematura ka 2 koncepte, referuar peshës edhe kohës lindjes. Domethënë si peshë duhet jetë mbi 2500 gram, që të quhet lindje normale, ndërsa si kohë duhet jetë 9 muaj. Duhet jetë mbyllur shtazania 9 muaj. Por në muajin e 7 fëmijët jetojnë, sot arrin të jetojnë edhe 6 muaj, edhe 8 muaj, sepse është një produkt që mushkrit, që quhet surfaktant, që mushkrit ngjiten, domethënë në muajin e 6 dhe të 8 ngjiten, në muajin e 7 bebet jetojnë. Ky produkt në muajin e 7 prodhohet, në muajin e 8 ndërpritet. Por sot, sa po të lindi një bebe e kësaj natyre, injektohet. Ky produkt është goxha i shtrejtë, por e kanë spitalet dhe maternitetet në gjithë botën, edhe në Shqipëri e kanë, dhe bebet jetojnë. Sot një bebe prematur mjafton të jetë tek 250 gram dhe është në gjendje të mahet parametra jetësore 250 gram dhe jeton. Domethënë mjekësia moderne ka përparuar shumë në lidhje me këtë pjesë. Dhe unë kur nuk ja le lindjes që ajo ka lindur me peshë 1 kilogram dhe bebja nuk jetoj, s'ka lidhje fare. Nuk ka lidhje. Thjesht është mos kujdesi. Sigurisht që duhet shikojmë nësaj raportet mjekësore, nëse do na jepet ndonjë raport mjekësor dhe do të vendosë ndonjë diagnozë veçantë, se mund të ketë ndonjë problem ose ndonjë problem gjenetik në lindje. Domethënë mund të jenë një shumë faktor, por pa dalur gjithë elementet në dritë, ne nuk mund të flasim për këtë. Patjetër, vendoset gishti për askënd që është në rangun e aludimit, se çfarë mendohet dhe raportohet në paraprakisht. Çfarë bëhet brenda 4 mureve të banesës është shumë e vështirë që të dalë jashtë. Domethënë psikologu e din, por është jashtëzakonisht e vështirë. Domethënë ne shikojmë pasojat. Ne shikojmë pasojat, por nuk mund të gjykojmë, dhe gjykimi brenda 4 mureve të shtëpisë shpeshherë ngelet e nik. E vërtet se Lidoni ka shumë të drejtë, që fakti i mbajtjes së fshehtë të një familjari si personit i cili është me problemet të shëndetit mendor, le të themi, sepse ne jemi si shoqëri që më mirë ta fshehim, ta mbajmë për vete, se sa të shkojmë ta raportojmë, ta çojmë në një vizitë, ta drejtojmë drejt një psikologu, se mentaliteti do na thotë pastaj që një ndër problemet më të mëdha që kemi sot me autikët është që prindit nuk e pranojnë dot. Dhe madje kemi edhe raste edhe të personelit që janë personel mjekësor që e kuptojnë po që s'duan ta pranojnë. Domethënë dhe trauma më e madhe është deri në momentin që e pranojnë. Në momentin që e pranojnë, po bin dakord me atë dhe atëherë kthehet i shërben fëmijët. Domethënë fëmia është në një goditje psikologjike, familjare, deri në momentin që prindrit e pranojnë realitetin në të cilin ndodhen. Aty fillon pastaj bashkëjetesa. Aty fillon bashkëjetesa dhe ndryshimi total i trajtimit të fëmijës. Kjo vlen edhe pastaj edhe nga ndërgjegjja personale dhe nga fakti që se sa ti je i aftë punosh me veten tënde për ta kuptuar. Është shumë e rëndë, domethënë shiko, situata janë shumë e rënda. Përpost që këto raste janë shtuar shumë, domethënë kemi jashtëzakonisht shumë raste me autizmi u ka bërë si gripi zakonshëm. Po besoj do ta diskutojmë herë të tjera, doktor. Shumë faleminderit shumë, Elidon, faleminderit shumë kënaqësi që ishit në studio dhe që biseduam për një temë që sado kishte ndjeshmëri shumë të lartë, por të paktën t'japim disa informacione për ndoshta edhe për familjarët, persona që kanë parë evidente një familjar tjetër. Që kështu ne do t'ikim në reklamë dhe do të kthehemi pas pak.